Si e kujtojnë atje, si kanë qenë ato ditë, ato javë të negociatave dhe derisa të arritët atë që themi e dëshiruat, ku u nënshkrua një marrëveshje e cila rezultoi me ndërhyrjen e NATO-s ndaj Serbisë dhe kështu shtirimin e Kosovës. Ta them këtë fundit, a ishte vullnet i mirë dhe dëshirë e madhe për ta nënshkruar marrëveshjen? Jo. Sepse kishte shumë pra paskena që i dirim ne. Përveç tjerash, po të nënshkruanit sërbët, do mbeteshin 2000 ushtarë në kufirin shqiptarë. Bili Jakupi e bëri një shaka kur bisedoj për këtë, tha, po mirë, ju thot, miqve që ishin kombinuar, jo vetëm amerikanët, po mirë, tha, do mbeten atje, po kush do t'i ruaj atje në kufi, do mëna ne shqiptarë, kur do t'i ruaj ata ushtarë sërbë, 2000 që do mbeten, ishte ironike, po ka pas edhe gjëra tjera të rënda, por garancia që na dha sekretari e shtetit Zoni Albright, se pas 3 vjetësh, ishte e gjatë, do të ketë një referendum të popullit shqiptar të Kosovës për të vendosur për fatin e vetë ka do shkoj, dhe disa siguri tjera për ushtrinë e Kosovës, që do të bëhet si konform organizimit të gardës kombëtare të Ajovës, që shpondodh tash në fakt, edhe disa gjëra të tjera, atëherë u joshëm dhe erdhëm, kërkuam ardhjen për 2 javë në Kosovë, që të marrim lejen e atyre njerëzve që lëshin gjakun dhe gjymtyrët e tyre në istikame. Dhe komandante zona, edhe njëherë, t'ju themi, kështu është gjendja, e nënshkrujmë apo se nënshkrujmë? Nëse nënshkrujmë, kemi lejen të ujë. Dhe kështu ndodhi. Ne erdhëm, i takuam, biseduam, dhe u kthyem sërish. Nuk u kthyem më në Kështjellë Trambujes, po në hotelin Sofitel në Paris, dhe aty ne u përgatitëm për ta nënshkruar. Por atë e bëri më shumë se gjithkusht tjetër Zoni Albright dhe generali Clark, me cilin u takuam dhe qëndruam për një orë sa bashk, dhe interesant, po më bjen me përsi shumë herë, po më bjen keq, po ai erdhi në Kështjellë, kishte ardhur në Kështjellë, francezët nuk e lanë me hyj me uniformën amerikane në Kështjellë, e çuditshme, dhe James Dobbins, këshilltar për siguri kombëtare, mu më takoi të hangër mëngjes. Dhe po më thotë, zoti Buja, ka mundësi si shpejt me i bat, me i të buk të shok të tut luftës, sepse kemi një hallë. Cili është hallë? Thotë, po generali Clark e ka ndërmend t'ju takoj, ka qef t'ju takoj, po nuk e lanë francezët për të hyrë me uniformë amerikane në Kështjellë. Dhe ne do shkojmë në një qytet tjetër, në një bazë të NATO-s. Vonë ka marrëvesh që kishte në qyteti Mons, ku kemi shkuam atje, biseduam me te, si thuhet për Shkup e Shkodër, dhe na premtoi shumë. Me shtjersh në tha, ma hapni portën, sepse nuk e besoj që ju e urreni më shumë me dëshviqin se unë. Sepse ka bërë shumë zezona, shumë të zeza. Dhe kështu dhe u kthyemni prej tij me një shpresë të madhe, por besoj edhe ju do të ishit në pozicionin tonë se të përngjashëm që të mendoni, a thua është e sigurt dhe 100% që do të na ndihmoj NATO-ja neve për të zgjeruar? Kështë dhe kësa dilema? është vështirë për ta besuar burr, sepse nuk ishim mësuar kur në histori na ndihmoj aq shumë bota. Ma dhe ishim mësuar me tjera forma. Thyem prej Monsit, unë hypa makinë me Hashimin, isha makinë tjetër, pi tham, o shoku jem, apo beson? Tha që tash kom nis me besu. Dhe më thënë ishte nis me besimit, sepse, burri boc, kemi besu, atëherë, kur dikush na ka marrë në telefon 5 minuta para se të binë bombat e para në Klin, do tankë se M84 kanë pas sërbet, na mori dikur në telefon, në anglisht na foli, tha miqtë mi, pas 5 minutave binë bombat e para. Dhe pa marri kam thonë, miku im, na merr 5 minuta pasi të binë. Atërin dëgjum se na dridhe dhe neve në Kleq, aty u dridhëm të tërë, do mërë sa ishme dhe ajo u vërtetua, po vështirë ka qenë të besohet. Por kjo u realizua në saje të një diplomacie fine, shumë të kujdesshme, në veçantit Hashim Thaqit. Dhe pasaj ne tjerë të kemi barë gatin dhe kemi ndihmuar pa dyshim. Sigurisht, se përmendet shumë zoti Thaqi si këmbgulës dhe si hezitues në fakt të atyre se cila është e vërteta kjo zoti Buja, se thotë që thuj se në një periudhë ishte Hashim Thaqi dhe 15 tjerë të ju delegacionit tjetër, se ishit 16. Hashim Thaqi dhe ju tjerë kretë vetë njëre. Ja, ne të uqëkësh se kemi lanë vetë asnjerë. Në kuptimin... Ja, se kemi lanë vetë asnjerë. Në kuptimin e refuzimit, sa ishte si u dhe që s'pastaj... Ju duhet të dini një gjë dhe ta kemi sot admirimin e ti për 8 veçan, a i ka qenë ideal 29 vjeqarë atëherë.
veç 29 vjet i ka pas, kur ka qenë shef i delegacionit më të rëndësishëm në herë në historinë shqiptarëve. Dhe ka udhëheq ashtu që duhet me udhëheq, sepse për ndryshe s'do të ishim këtu ku jemi sot. Dhe çfarë them, tash ju e keni pa base kur ka në intervistë gjatë Rambujës, që është me jetë i bërë, është i lodhur, është i molisur, për shkak të përgjegjësisë madhe që ka. Por e ka realizuar ose e kemi realizuar pastaj bashkë atë që u dashur. Me që e përmendet që ishte edhe shef delegacioni, po do të pyet pak ndoshta se shko shumë, si më thon, interpretime, deklarime, jo u bë kështu, jo ashtu, jo erdhi në krye përmes kësaj, jo si u bë kjo shef delegacioni, si u bë udhëheqësi i delegacionit. A pati ndaj veprim apo vetëm në formë kështu? Mi ju thonë me nuanca, nuk për ju them dhe s'dua t'ju them dhe s'ka nevojë t'ju them, po për ju them një gjë që me sa mbaj mend është propozuar prej Recep Qosis. Me sa mbaj mend. Nëse s'm ka lejt idhur mendja. Është propozuar prej tij. Dhe ka arsyetuar pse do të duhet ishte, tash më tha që me që shefi i drejtorisë për politike të UÇK-s dhe kush na pruni në Rambuje, na pruni UÇK-ja, sepse për ndryshe nuk do të kishim marrë këtë konferencë tillë. Dhe u propozua dhe u votua në shumicë absolute të votave. Ka pasur një 2-3 reagime, jo shumë tash pra. Ibrahim Rugova Indjer nuk ka reaguar fare. S'ka reaguar fare. Se ka kundërshtuar? Jo, absolutisht. Dhe ai ka qenë njëri nga nënkretarët bashkë me Recep Qosin dhe Veton Sorojn, kështu që po ju them me plot përgjegjësi që ai delegacion për habin time, sepse kam pas shqetësimin dhe skepsën, sepse konceptualisht kemi qenë jo bashkë. Por aty kanë punuar, ose kemi punuar, aq seriozisht, sa nuk e kisha besuar të kishte thënë dikush përpara. Kanë qenë 5 komisione profesionale që kanë vepruar, është zgjedh me një herë, jo më shumë se një orë veprim të delegacionit, dhe kur janë ardhur 3 intermediatorët, ose ata që monitorojshin konferencën, Chris Hilli, Boris Petrici dhe Wolfgang Petrici dhe Boris Majorski rus, u habitën që është zgjodhëm ne edhe shefin e delegacionit, edhe nën shefët e delegacionit, edhe vërtet komisionet profesionale, pak u habitën si ndodhi. Dhe për ju them, kemi punuar, ose tërësisht, në mënyrë shumë të përkushtuar. Përveç, kur erdhi drafti i marrëveshjes, gati i pandryshuar, gati prej ditës parë. Dhe aty, pak u qaprashit, thënë kështu, popullor që delegacioni, sepse një pjesë delegacioni thënë edhe kështu ne nënshkrujmë. Ne të UÇK-s nuk e kishim as iden, as mundësin, as imagjinatën që të nënshkruaj ashtu si që ishte, dhe thamë ne nuk e nënshkrujmë, kështu si që është jo. Dhe pastaj 2 javë që kërkuam, që na u lejua nga vetë madhja Albright, erdhëm, e bëm atë që do të bërëm, parit shkuam të bindur se veç kur kërkosën ne do e vëjmë firmën për arsye që i kishim të bërë. Po, rreth kësaj e fundit, rreth Rambujës, cili ishte roli i Adem Demoqit? Sepse përfitet shumë që ka qenë jashtëzakonisht i ashpër dhe kundërshtues i madh, dhe që thoshi në atë kohë si më thon, e merrte mendimin e tij shumë përballë. Adem Demoqi nuk ka qenë kundër, po ja them arsyetimin e tij të shkurtër. Hiç bredjem nuk besoj që keni arrit gjanë Rambuje. Jo që ka qenë kundër, po hiç nuk besoj që keni arrit gjanë atë konferencë e tjera, dhe për këtë gjë, Hashimi u shku dhe ka taku gjatë kohës konferencës e ka taku në Ljubljanë. Po. Edhe aty e ka shpreh skepsën, jo kundërshtim, një mosbesim se do bëhet diçka. Po, s'kishte besim që... Po, mosbesimin e ka pas. Që ajo që për cilën dëshiron, domthonë pavarësia, liria. Padyshim, kështu që ka pas atë mosbesimin, po jo kundërshtin për ta penguar. Jo, atë jo, po e ka pas atë skepsën që ai ka qenë natyrë e tillë çaq dinamike sa o e bëjmë ose bëjmë, nuk e bëjmë me lara, ose nuk e bëjmë pjesë-pjesë, domthonë ka qenë si natyrë e tillë ka qenë domosht, kështu që ose kështu ose ashtu. Absolutisht. Nuk ishte mes tu se. Jo, mes nuk ka pas, ai domosht. Po, zoti Buja, kur nalni sot mendoni kjo politikë sot, këto zhvillimet e sotme, janë në atë kuadrin që e plotësojnë atë sakrificën e gjithë atyre brezave dhe asaj pune që është bë, është në rrugë duhur sot kjo politikë?
Që them sinqerisht... Me që nuk je as kandidat edhe ashtu... As e kam nërmen tjem, profesor në universitetin Mari Puna. Pej perspektivës profesorit edhe politologët. Unë kam shpresu dhe kam dëshiru që pas një 2 legislaturas ose 3 të pas luftës, do të vinë legislatura shumë më të përgatitura profesionalisht dhe kombëtarisht, për faktin që ne mujmë me thanë çka të dom, po ata të cilët kanë marrë pjesë në luftë, si që njëri nga ta unë, mund të kem pas një retard në goditje, në ku ta di unë, domethënë dhe base s'kam qenë racional në veprimet e mia politike e diplomatike dhe shpresoja që mas 2-3 legislaturave do të ndodhin legislatura shumë më përgatitura. Për fatin e keq tonin. Për fatin e keq tonin ka ndodhur kundërta. Nuk po du me anët e mu asken. U zhgënjeve thoni? Absolutisht po. Dhe jo rasisht, unë jam nuk është fort burnore kjo, unë jam tërhequr dhe nuk pranoj asnjë post publik, përveç atij postit tim që dëshiroj e dua më shumë se çdo gjë në botë, postin e profesorit. Kështu që ju kam thënë miqve të mi, ju vyfsha, nëse ju vy ndonjëherë, unë jam 24. I falenderoj shumë, po i din të gjitha, nuk kanë nevojë dhe mu po më lënë të qetë, pa problem. Pse mendoni që shkoj si me thonë, këto legislatura, kjo politik, të degradu e ju të avancu, të themi, sepse keni qenë pjesë e legislatura 2004, 7, 10. Miku im, çka ndodhi kështu? Po të them sinqerisht që çka ndodhi, unë e mendoj se kur motet veç me kanar politik, jo me atë kombëtar dhe shtetëror, nëse themi, me çdo kusht e me çdo çmim, unë të fitoj e jo ti, e ti mund t'jesh më i zoti, po, duhet ta respektoj një mendim të politologëve të botës që thonë, i kanë bërë pyetje auditoriume ndryshme dhe thonë, a fiton i miri, a i shkathti, del kjo e dyta.